Unë mendoj që më shumë se sa personi është skuadra. Skuadra ndërsi ka qenë shumë funksionale, shumë e gjetur. Skuadra e Lezhës ka qenë luftarake, ka qenë përfaqësuese në sensibilitete, në krahinë, në profesione. Sigurisht që numrat pastaj e kanë peshën e vetë dhe janë qartësisht të lexueshëm. Por vërtet dikush merr më shumë, dikush merr më pak, po ai që merr më pak është po kaq i domosdoshëm për fitoren atij që ka marrë më shumë. Pra, gjërat janë të gërshetuara. Sigurisht, me i votuari në listën e Lezhës ka qenë Xhinxhoni dhe meriton respekt për gjithë fushatën që ka bërë. Ka qenë dinamik, ka qenë energjik, shprezëllënës, shpjeguesi mirë i programit Partisë Demokratike. Pra, ja ka dalë të karikojë dhe të marrë, nuk e di me saktësi, po diku mbi 10.000 vota. I dyti në listën e hapur që ishte fitues ishte Kastriot Piroli dhe me një numër të madh votash. Por kjo nuk e bën më pak të rëndësishëm 4.700 votat që ka marrë Aleksandr Lala, 3.000 votat të Edison Doçit, 2.800 votat Lindita Metalis, mos gaboj 2.000 votat Melisa Vullajt, 2.000 disa votat Viktor Tushës. Të gjitha bashk janë prurje tek Partia Demokratike që kanë konsoliduar fitoren. Dhe saç falenderoj ata që u bën pjesë e parlamentit dhe janë fituesit, po kaq kam mirënjohje thellë për gjithë ata që nuk ja dolen të jenë pjesë e parlamentit në listën e Partisë Demokratike, pa cilën nuk do kishin patur fitoren në qarkun e Lezhës.